Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka vlerësuar se viti 2026 do të jetë vit i vështirë ekonomik për qytetarët e Maqedonisë. Sipas partisë opozitare, në buxhetin shtetëror nuk ka mjete për rritje të pagave për punëtorët, nuk janë parapar mjete për ulje të çmimeve të larta, po nuk ka mjete as për rrogë minimale prej 600 eurosh. Tashmë mungojnë 1 miliard euro. Gjithçka është shtrenjtuar, ndërsa shtrenjtimi i energjisë elektrike do të sjellë rritje edhe të çmimeve të tjera. Qeveria deri në zgjedhje do të përpiqet të mashtrojë qytetarët me manipulime dhe hedhje pluhuri në sy. Prandaj viti 2026 do të jetë i vështirë. Pas zgjedhjeve gjithçka do të dalë në shesh. Atëherë problemet do të zgjidhen me një problem edhe më të madh, migrantët. Por dallim nga opozitarët dhe vlerësimet e tyre të situatës, kryeministri sot ka folur për uljen e inflacionit. Duke ju përgjigjur opozitës, Mickovski ka thënë se ata duhet të kenë kujdes kur flasin për zgjedhje të parakoshme, se dëshira mund edhe të plotësohet. Nuk kam dëgjuar nëse kërkojnë zgjedhjet parakoshme, por njeriu ndonjëherë duhet të ketë kujdes se çfarë dëshiron, sepse nganjëherë dëshira mund të plotësohet. Pres që ulja e inflacionit të vazhdojë edhe në dhjetor, krahasuar me dhjetorin e vitit kaluar, kurse vitin e ardhshëm në mes 2 apo 3% që do të jetë më e ulët se rritja e nivelit të prodhimit bruto vendor. Akuzat për ngritje dhe ulje të çmimeve, po edhe për rritjen e standardit jetësor, rritjen e pagave, janë akuzat të zakonshme që bëhen thuajse çdo ditë nga opozita në drejtim të pushtetit.